Shpesh dëgjoj njerëz që thonë, dikur jetoj mirë, sot është një moment i zymt, njeriu nuk di se ku po shkon, nuk ka më punë, ka probleme gjithandej, jeta, familja, puna, njeriu, parat e ku ta di unë. Një pjesë është e vërtet, por do t'ju them se çfarë mendimi kam unë, pastaj do të dëshiroj një komentin tuaj. Fillimisht, si gjithmonë, kush është rastësisht, nëse është e mundur t'i bëj like faqes, ju faleminderit që gjendemi për herë bashkë dhe nuk i kushton asgjë dhe kështu që të shihemi sërish. Kjo është e rëndësishme, që të diskutojmë së bashku. Do t'ju them diçka. Njerëzimi ka lindur me probleme dhe që kur lind, derisa ai ikën nga kjo jetë gjithmonë me probleme. Dhe njeriu ka patur probleme në të gjitha periudhat e jetës. Normal që edhe tani ka probleme. Por problemet janë më të lehta, sipas mendimit tim, sot se sa dje. Do t'ju tregoj disa fakte të rëndësishme. Për shembull, nëse do marrim Elon Musk. Elon Musk, kur thonë që të gjithë që ka para, këta di unë, që është miliarderi më i madh në botë, nëse Elon Musk do shpenzonte 1 milion nga paratë e tij çdo ditë, atij do t'i duheshin mijëra vite për t'i shteruar ato para. Pra, për t'i mbaruar ato para, do t'i duheshin mijëra vite, që t'ja jepte njerëzve po flasë, sikur të shpenzonte 1 milion çdo ditë. Mirë po, ç'është e vërteta nuk do zgjidhte asgjë, sepse kush nuk punon, se ka në tru dëshirën e punës. Normal që dikush nga ju do thotë, po mirë, se vetëm për këtë bëj fjalë, shiko, po ta marrim whole, ka disa vende që nuk ka punë. Nuk është e vërtetë. Punë ka gjithandej. Normal që në disa vende duhet punosh më shumë dhe në disa vende duhet punosh më pak. Në disa vende ka liberalizëm, në disa vende jo. Në disa vende ka diktaturë, në disa vende jo. Por nuk është faji as i njëri dhe as i tjetri që gjenden ata njerëz në atë vend. Dhe nuk është faji i shtetit, sepse shteti, sidoqoftë për mirë apo për keq, ka ecur në këtë mënyrë. Dhe një fuqi më e madhe, normal që zotron një pjesë të madhe të pasurive të atij vendi. Dhe kështu që duke dominuar, i marrin për vete. Por duhet të dini gjithashtu që nëse një njeri nuk punon, as shteti nuk ka. Kështu që nëse nuk ka shteti, pra për shembull si shikojmë Indin, ose Afrikën, e dini ju se sa njerëz punojnë në Afrikë ose në Indi? Do t'ju them në Afrikë. Në Afrikë punojnë rreth 28%, maksimumi 30% të popullatës. Është shumë pak. Është shumë pak. Si do eci përpara ky vend? Normal që ka edhe vende ku shfrytëzojnë fëmijët, sepse vjen një moment që ata kanë nevojë që të ushqen dhe kështu që shkojnë nëpër miniera apo në vende të tjera që i detyrojnë që të punojnë me pak para apo shumë orë. Por e përsëris edhe një herë, sa më shumë të punojnë dhe aq më shumë forcohet shteti. Dhe normal që nëse shteti forcohet, edhe individi forcohet, sepse nuk mund të vjedhin të gjithë pasurinë e shtetit. Për shembull, le të marrim Shqipërinë, Kosovën, Maqedoninë. Dëgjoj shpeshherë që thonë disa vendi është vjedhur, normal. Normal që është vjedhur. Është vjedhur, vazhdon të vidhet, do vidhet për herë, sepse nuk është Zvicra, nuk është, si mund ta them unë, jo Gjermania, se edhe në Gjermani vidhet, politikanët, ka disa që nuk kanë vjedhur, si për shembull Merkel, por ka disa të tjerë, për shembull, që vjedhin. Do t'ja u them se përse unë mendoj një gjë të tillë, sepse nuk dua që ta marrin personale kushdo që dëgjon këtë material. Do t'i them se përse, në qoftë se një ministër i një shteti ka 10.000 bodyguard dhe ka një pafundësi policësh, makinash edhe njerëz në dispozicion, kjo është vjedhja e parë që bëhet. Po, kjo është vjedhja e parë. Do t'ju tregoj për shembull. Erdhi Renzi, për shembull në pushtet, kur erdhi atëre në Itali, erdhi u fut në ministri me biçikletë. Po pastaj doli me një avion nga ata Boeing, ata 747, ka ata të mëdhenj, që kushtoi $10 milion, i kushtoi shtetit, që ishte nuk i kushtoi shteti, i kushtoi njerëzve, sepse në fundit janë njerëzit ata që në fund pagojnë këto taksa. Dhe duhet të them që njerëzit, sado që
të mund të bëjnë greva, të hidhen për pjetë, apo të bëjnë ç'të duan ata, prapë se prapë ai vend aty, ai pozicion, në këtë rast ministrat, do vjedhin. Do vjedhin sepse nuk është është në genin e tyre. Tjetra është që në qoftë se më falni, por ka trafik sot, në qoftë erdha në një vend të qetë, por ka trafik. Në qoftë se populli nuk do punonte, nuk do kishte shans. Pra, nuk do kishte shans që të jetonte mirë, sepse në qoftë se ata vazhdojnë të vjedhin gjithmonë, padyshim dhe populli nuk do ketë. Dhe po thoshja që duke filluar që nga këtu, pra ti e shikon që në qoftë se një politikan ose të gjithë politikanët kanë rroga të majme, kanë shërbime falas, duke filluar restorantet, makinat, stafi e ku ta diun, nga ky moment që nga ky moment e shikon që ata vjedhin. Pra ky është problemi i parë. Për mos të them pastaj të gjitha ato shërbime të tjera që janë me nëndor, që bëj këtë, të t'jap këtë, më jep këtë, t'jap atë. Sepse në politikë, nëse të gjithë ata që janë politikë e din shumë mirë, politika funksionon kështu, thon politikanët. Më jep të t'jap. Por politika nuk duhet jetë kështu. Megjithatë, nuk e kam këtu për politikën, por e kam për popullin. Pra, një njeri, nëse nuk zgjohet në mëngjes me mendimin që të shkojë të punojë, ai s'ka për të bërë kurrë prokopi, s'ka për të bërë kurrë diçka. Ka disa njerëz që ngrihen në mëngjes, një pjesë e madhe e njerëzve që ngrihen në mëngjes se si t'ia hedhin njërit apo tjetrit. Nuk është kjo zgjidhja, sepse është gjithmonë gjëja e tjetrit, puna e tjetrit dhe çdo gjë e tij. Ti në një ditë apo në një tjetër do ta humbasësh, sepse nuk është jotja, nuk është diçka që lindi nga ty. Kështu që unë mendoj që njeriu duhet të ndërgjegjësohet që ta lind nga zeroja diçka. Pra një punë që në radhë parë është një satisfaksion personal, por njëkohësisht i jep edhe fruta në vijim. Për shembull, nëse njëri hap një punë, çfarë do lloj pune qoftë ajo? Shkon për shembull edhe bën një baçe me fruta, perime, jeshile, ku ta di unë. Nëse do e punoj atë, në fund të sezonit do t'i marri ato. Do marri domatet, do marri specat, patërgjanet, apo sallatën, apo ku ta di unë, qepët, hudhrën, sepse i mbolli, askush nuk ja prek. Pra janë të tijat dhe është një satisfaksion në radhë parë, por është edhe diçka që lind nga ai. E njëjta gjë, ja u thash një argument ose një sintez të një banaliteti kështu, të një kopshti, sepse nga këtu kupton edhe jetën e njeriu në përgjithësi. Pra, pse e them këtë? Sepse pjesa dërmuese e njerëzve merren me thashë theme duke folur për njërin apo për tjetrin. Ai bën kështu, ai bën ashtu. Bëj edhe ti, bëj. Çfarë do lloj qoftë ajo? Bëj, s'ke pse gjykon. Pra ti ngrihu në mëngjes, bëj punën tënde dhe kaq. Mund të gjykosh nëse ajo gjë prek ty. Në këtë rast, nëse flasim për politikën. Por ti je i pari ai që ti nuk po punon. Dhe duke mos punuar ti, ose duke i dhënë shkak atij politikanit me kontributin tënd që ai të vjedhi akoma, ti s'ke bërë asgjë. Pra je prap nga fillimi, ashtu siç ke bërë nga sa herë. Dhe kjo ndodh në shumë shtete. Thash, nuk është për shembull Zvicra apo San Marino apo disa vende të tjera për shembull që zgjedhin njerëz në një kohë të shkurtër që mos t'u japin dhe i shkarkojnë një kohë të shkurtër që mos t'u japin kohë atyre që të bëjnë miqësira apo favorizime. Pra, unë mendoj që kryesisht njeriu duhet të ndërgjegjësohet për të hapur një punë për veten e tij, për të hapur një biznes për veten e tij dhe tjetra është që mos të paragjykoj, por të shikoj njerëz çfarë bën ai personalisht dhe pastaj të paragjykoj. Pra, kur thot dikush, sepse këtu dua dilja, kur thot dikush që ata kanë para, ai ka para, pse se jap populli apo këta diun, nuk zgjidh asgjë me ata. Ai ka dalë në mëngjes ashtu siç dole edhe ti, ka dalë në punë ashtu siç dole edhe ti. Nëse ai ka njohur dikë që ishte i aftë që e ndihmoi, është zgjuarësia e tij, është jeta e tij. Pra, ti nëse je i Zoti, bëj.
Ajo është zotësia e çdo kush, e çdo kujt. Dhe unë mendoj që secili duhet të ndërgjegjësohet në radhë të parë në vetvete dhe pastaj t'jap kontributin e tij. Në momentin që jep kontributin, aty kupton pastaj që do japësh për mirë apo për keq. Dhe nëse ti do japësh për keq, prap do kthesh në fillim ashtu siç ke qenë. Ky është mendimi im. Pra, sinteza e të gjithë kësaj është që ndërgjegjësimi është kryesorja në këtë jetë, ndërgjegjësimi personal. Megjithatë do dëshiroj një komentin tuaj, pres komentet tuaja dhe kalofshi një ditë bukur. Hajde.